Në një hadith kutsi, Allahu te bareke ve teala kur përshkruan mënyrën se si ne afrohemi tek ai, ka përmendur që nuk ka gjë më të dashur për Allahun se sa ajo që e ka bërë farz. Namazi, agjerimi, farzi është i pari. Pastaj ka thënë robi vazhdon të afrohet tek unë me adhurime fakultative derisa ta fiton kënaqësinë time, dashurinë time. Pra ne duhet ta kuptojmë, farzi, obligimi është parim. Dhe parimi duhet që t'jetë gjithmonë... A i bjen kjo hëtë që plagështia këtu nuk duhet na ka pasësi, të çështja e farzeve? Sigurisht se kjo është niveli minimal, diçka që besimtari nuk guxon që nuk paramendohet në fakt të jetë në këtë nivel. Por ajo që ne synojmë është që ana perimore, kur t'jetë e fuqishme, pastaj ajo ka ndikimin edhe rolin që të vazhdohet edhe me këto adhurimet fakultative, cilat pastaj janë, si them, zbukurim, janë dekorimi i aspektit fetar. Pra diçka që ne arrim të vazhdojmë me të, për faktin se jemi të fuqishëm në kryerjen e atyre që janë obligime dhe... Pra feja nuk është traditë, por është parim tek ne.